Nalnu! Më të prek me dorë. Hej, nalnu tak. Nuk zgjedhën kështu problemet, nuk ju ka hija. Çka jeni të bërë? Jo, bash tash du të më thonë ato fjalë. O, le të thua çka do, krejt le dolin shesh, se s'jam du bo marak. O, sa me jo, a i ka i shë. Folën a i fjallë. Jo çdo fjalë që të vjen mend, do të me dal nga goja. Ej, darone. Kam jetu mjaftueshëm për me ditë një sen. Nga tresat nuk vinë prej veprave, po gjithmonë vinë prej fjalëve të pamatuna. Në jetën tem kam dëgju shumë proverba popullore. Po njëna prej tyre që më ka pëlqyer më shumë të është njeriu në jetë më shpesh urzohet prej gjuhës tij, se sa që urzohet prej këmbëve tij. Edhe feja jonë nuk na ka mësu me hesht kot. Po çfarë na ka mësu? Na ka mësu me e peshu fjallën, parse me lëshu prej goje kot. Ka një porosi nga i dashuri i Allahut, Muhamedi a.s. Ku thot, kush beson në Zot dhe në ditën e fundit, le të flas mirë ose le të hesht. Kur isha i ri, me një fshat, dy vllazë u prishën me zvete për një fjalë goje. Jo për tokë, as për pasuni, po veç për një fjalë goje të nxjerrën me nerva. Me një nejt burrash, njëni i vllat tjetrit ja lëshoi një fjalë të rëndë. Edhe i tha, ti s'ke ditë kur me i dalë Zot vetës. Fjala i doli si shpejt prej goje, po pesha e saj mbeti. Dhe vllau tjetër nuk foli. U çu në kam, doli dhe shkoi. Dhe prej asaj dite, kur asnjëri me tjetrin nuk kanë folë. Ndarsëm, rreni ndaras, e në ndonjë deke, nuk ja shiknin syt njani tjetrit. Kaluan ditë, kaluan muaj, kaluan vite. Dhe kur vllau i madh u smur rand, e kërkoi vllaun e vogël me e pa. Kur erdhi vllau i vogël, vllau i smur ju drejtua dhe i tha, atë kujtohet dikur një fjalë të rëndë që ma pa të thonë. E për atë fjalë, sot s'pa muj me vdek në paqë. E atëherë kuptuan. E kuptuan, por ishte tepër vonë. Fjala që nuk peshohet në zemrem, mundet me i nda njerëzit edhe më keq se çdo veprim. Fjallat që nxirren nga goja nuk kthehet mbrapa. Ndoshta edhe unë kom folje, ma shumë se ç'duhet. Edhe unë e lash zemrimin me mpri. Fjala që nuk thuhet me zemrem, është fitore dhe jo humbje. E tash, leni këto nga tresa, zgjatja një dorë njëri qetërit edhe ecni. Hajde. O Bac, gjithmonë e kom pyet veten, pse rall herë flet? Bac, sa mi jo, 3 herë mendon,
fjallën njëre flet. Ka njerëz, mas pare e flet, pastaj e mendon. Bacit, çdo fjalë ka peshë. E disa pesha nuk mbahen dy herë. Nuk është urtësi të flasësh bukur. Urtësi është të dish kur të flasësh. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin Gjallashanuhu, për shëndetjet selamet ja dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Gjuha është nga dhuratat më madhore që Zoti i plot fuqishëm na i ka dhuru neve. Përmes gjuhës shprehmi besimin, përmes gjuhës shprehmi dashurinë, përmes gjuhës shprehmi afërsinë. Sikur që përmes gjuhës mund të lëndojmë, mund të shkatërrojmë e mund të bëjmë ndarje dhe përçarje. Gjuha që është dhuru nga Zoti na u ka dhuru amanet. Është me centimetra shumë e vogël, mirë po që mund të shkatërroj dhe të bëj krime shumë të mëdhaja. Besimtari i bartë një gjuhë unifikuese, një gjuhë përbashkuese, një gjuhë që shpreh falënderim, një gjuhë që shpreh unifikim dhe një gjuhë që gjithmonë është e kontrolluar dhe e vetë përmbajtur. I besojmë fuqishëm fjalës së profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, i cili thotë: më së shumti njerëzit që do t'i fusë në xhehenem është gjuha e shthurur, e pa kujdesur. Për këtë, jo vetëm në këtë Ramazan, mirë po edhe jashtë Ramazanit, gjithmonë e kemi në fokus gjuhën. Shumë e fjalët që janë thënë nga ne para disa ditëve, para disa javë, apo muaj, apo vite, shpesh themi, sikur mos t'i kisha thënë, sepse kanë gjallë debate ndoshta të panevojshme, kanë sjell urrëtie, kanë bërë ndarësi, sikur që dhe janë ftohtë njerëzit nga ajo gjuhë e shprehur. Gjithmonë kur kemi fol një fjalë të duhur, të matur, unifikuese, gjithmonë jemi dalë faqebardhë dhe jemi falënderues edhe sot për atë gjuhë të matur cilën e kemi pas. Sot, gjuha ju e matun po shkatron familje, po që rregullon individ, po që rregullon shoqëri, sikur që edhe po dhez luftra. Mirë po një gjuhë e butë, unifikuese, e dashur, po shpëton njerëz, po u jep motiv njerëzve dhe po i orienton në orientimin e duhur dhe të mbarë. Këtë gjuhë e don Zoti Gjallashanuhu e Gjalla Gjalaluhu, që përmend Zotin, që falenderon njerëzit dhe në të njëjtën kohë i motivon njerëzit për së mbari në punët e kësaj jete cilën po jetojmë edhe po veprojmë. Familjet tona, institucionet tona, shkollat tona dhe tërë shoqëria jonë ka nevojë për një gjuhë të urtë, e cila nuk bart mllef, inat, urrëtie, xhelozi, dashaketësi, nërskamza e tradhti. Gjuha i ka rënjët në zemër. Besimtari ka një zemër të qiltërt, të pastërt,
Për këtë arsye, gjuha e tina është shumë e bukur, shumë e mirë. Mirë po, ata cilët nuk kanë një zemër të pastër, gjuha e tyre është një gjuhë e ulët. Për këtë arsye, si besimtar, edhe më shumë motivohemi në këtë Ramazan me fjalën e Zotit fuqiplot. Fol bukur, fol mirë. Dhe me fjalën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, i cili thot, ose fol mirë, ose hesht. Fol mirë, edhe në aspektin gjuhësor, besimtari duhet ta ketë një gjuhë të pastërt, një gjuhë gramatikore, një gjuhë të kuptuar, një gjuhë lehtë të kuptuar. Mirë po të njëjtën kohë një gjuhë që bartë mesazhe të mira për individ, për familjet e tona, për fen ton, për kombin ton dhe për njerëzin në përgjithësi. Allahu na bëft nga njerëzit që bartin këtë gjuhë të ëmbël unifikuese, e asesi një gjuhë që mbjell mlef, urrejtje e tradhti, sepse me këtë gjuhën e fundit do të mbesmi nga njerëzit më të parrespektuar, më të urryer, dhe asnjë njeri nuk ka dëshirë për t'u taku, për t'u konsultu, për t'u miqësu, për t'u dakordu, për të lidh kontrata të ndryshme biznesore, sepse askush nuk e don gjuhën e ulët, gjuhën e tradhtisë dhe gjuhën e cila që rregullon. Mirë po e don një gjuhë unifikuese. Allahu bëft gjuhët e tona gjuhë të këtilla unifikuese.